I pranishëm në aktivitetin 30 vjet prokurime publike Shqipëria, lider rajonal në modernizimin e sistemeve të prokurimit, kryeministri Edi Rama theksoi se vendi ka kaluar një transformim rrënjësor, i cili sipas tij duhet të komunikohet me shumë në një mjedis të helmuar nga politika. Më tej Rama deklaroi se sot Shqipëria është ndëruar në vend lider në rajon për modernizimin dhe integritetin e sistemit të prokurimeve publike, duke rënditur e parë në Ballkanin Perëndimor. Ai nënvizoi se episodi që evidentojnë në raste problematike nuk tregon mungesë progresi, por përkundrazi vullnet të shtetit për të luftuar korrupsionin. Është fjala për një transformim rrënjësor i cili ka nevojë të vihet në pa dhe të komunikohet sa më shumë dhe sa më mirë në një mjedis shumë të helmuar nga politika, nga gjysmë vërtetat që janë edhe gënjeshtat më të mëdha, si edhe nga epizode të caktuara, të cilat tregojnë vullnetin e plot të shtetit shqiptar për të luftuar në të gjitha frontet me problemin e madh dhe të trashëguar të korrupsionit dhe nuk tregojnë kurrësesi që në luftën kundër korrupsionit progresi është i diskutueshëm. Sepse në fakt progresi ynë në luftën kundër korrupsionit është i padiskutueshëm. Dhe këtë e tregon shumë qartë dhe fakti se pasqyrat e të dhënave të gjithë procedurave të reja të viteve të fundit kanë një dallim shumë të dukshëm me ato të deri disa viteve më parë. Dhe ky dallim i dukshëm nuk është një rastësi, por është një rezultat i një pune të jashtëzakonshme. Kreu i qeverisë theksoi se të dhënat e viteve të fundit e faktojnë qartësisht këtë përmirësim. Sipas Ramës, ky ndryshim nuk është rastësi, por rezultati i punës së Agjencisë së Prokurimit Publik dhe drejtimit të saj.